drejtura në sigurinë publike për një periudhë të caktuar në Drejtorinë e Policisë Qarku të Tiranës. Pse bëhet transporti me kompani private? Transporti me kompani private sepse është sankcionuar me ligj. Po ligj, pse ja hoqi policisë ja dhanë kompanive private? Ja dhanë sepse policia e shtetit nuk kishte forcat të shumta që duheshin për trashëgimimin e këtyre vlerave monetare. Dhe si në çdo vend të botës, edhe ligji, po bankat private e kryejnë shoqërimin e vlerave monetare me policinë private. Personat e kompanive të sigurisë janë të armatosur? Personat e kompanive të sigurisë janë të armatosura. Me pistoleta apo dhe me armë të rënda? Janë me armë të gjatë dhe me armë brezi. Dhe me kalashnikov dhe me pistolet? Ligjor me armë të gjatë. Unë duhet të ndalem të bëj një rezume të... Jo, vetëm një sekond. Në momenti që transportohen parat nga banka drejt, po i quajmë aeroportit, ose drejt një pike tjetër, nuk privati mbyllet furgoni që në bank? Nuk ka informacion për sasinë e parave. Pra, ata që i transportojnë nuk e din sa para transportojnë? Nuk kanë informacion nga banka për sasinë e parave. I kanë kodet për të hapur derën? Mjetet e blinduara du t'jenë të certifikume, që du të kenë parametra sigurie jashtëzakonisht shumë të larta, që do të thotë që t'jetë mjeti i blinduar dhe mbrapa të ketë një kasafort të blinduar, që në momentin që nga njësor mund të kryet grabitja, ajo shoferi që e drejton automjetin, automatikisht e kryen mbylljen e sajna. Dhe është e pamundur që të merret parat pa hapjen nga shoferi. Po shoferi është i kompanisë apo vjen nga banka? Dhe tu ka një udhëzim të ministrit të brendshëm që ka dalë me datën 1 prill të vitit 2015, që e sankcion shumë qartë për shoqëritë kompanitë private që bën shoqërimin e vlerave monetare për një tribën, kushtet dhe problematikat që duhet dhe udhëzimin që duhet të ndjekin për shoqërimin e vlerave monetare. Pra, që ka në momentin që merr njoftim nga banka për të kryer një transfer parash, ajo është e detyruar të njoftojnë organin e policisë, sallën operative të sektorit ku e mbulon. Të policisë? Të policisë së shtetit, po. Për transfertat të mëdha, është udhëzimi i ministrit që ka dalë me datën 1 prill, pavarësisht pse i bën me 1 prill, po me 1 prill është. Dhe është e ka të sankcionuar tek udhëzimi të qartë, që të njoftojnë kur ka kryen e vlerave të mëdha monetare, duhet të njoftojnë që në këtë rrugë po kalojnë shumë të mëdha parash. Duhet të njoftojnë 24 orë para për shoqërimin e vlerave monetare të shumë të mëdha. Komisariatin e policisë përkatës të territorit që mbulon. Përfshirë Rinasin? Përfshirë dhe Rinasin. Një minutë, zoti Milori, kishit informacion që do vinin? Fare. Ose ndik një Ti po thua si është rregulli? Unë them si është rregulli dhe si ka ndodhur. Bankat nuk kemi detyruar. Tani, çfarë nuk ka funksionuar këtu me syrin tuaj si një oficer? Dhe person që e njeh sigurinë? Po, për sa i përket duke parë kamerat dhe duke marrë informacion, çfarë ka ndodhur? Gabimi më i madh është se kanë qenë dyert e hapura të blindit. Se po të ishin të mbyllur ata do harxhonin disa minuta për ta hapur dhe s'do ta hapin. Sa do ta shëroj? Po ja pas kanë hapur. Edhe një herë. Në falë ta shëroj se si është si procedurë standarde. Pra, duhet në moment që vendosen personat e sigurisë, që janë policia e shtetit kur kaluan kur bën transportimi i vlerave monetare nga makina e blinduar tek aeroporti, vendosen në një kordon në dy anë të policisë private të aeroportit, njëkohësisht edhe me prezencën e policisë shtetit, vendosin në kordon dhe në atë moment hapet butoni për hapjen e dyrëve dhe të kasafortës. Vetëm kur tjetë siguria e aeroportit dhe policia? Vetëm në atë moment du të hapen që janë elemente e sigurisë, që kalon të transportierë. Po pse është hapur furgoni përpara? Këto i takojnë prokurisë e përgjithshme për hetimin njëri nga të arrestuarit. Ne po nisemi nga masa standarde, se ti nuk hap dyert e makinës kur ke monetare. Është kusht specifik që tjetë përveç mjetit të blinduar, tjetër një makinë shoqëruese, ku t'jenë jo më pak se 5 persona, jashtë aeroportit, jo më pak se 5 persona. Kurse për sa i përket për hyrjen brenda në aeroport, detyrimet e policisë private janë deri tek kontrolli i vlerave monetare, sepse bëhet kontrolli, skanimi i kontrollit i tyre në deri tek dera e jashtme monetare. Dhe aty përsëri hypin në mjetin e blinduar, ku është një shoqërues dhe shoferi i mjetit blinduar. Personat me armë nuk lejohet të hyjnë
Po kush i mbron sigurin brenda në pistë? Policia e shtetit, që është e vetmja që ka të drejtë të mbaj armë. Po policia private e aeroportit? Brenda aeroportit nuk ka drejtë që të mbaj armë. Po si e ruajnë aeroportin? Policia e shtetit. Aeroporti nuk është polici private. Kompania sigurisë nuk është polici private. Është kompani sigurie civile, nuk është. Kompania sigurie civile që ka të gjitha të drejtat që i ka policia private. Jo, nuk i ka. Vetëm për mbajtjen e armës së zjarrit që nuk i lejohet. Nuk është RSF. Atëherë çfarë nuk ka funksionuar? Breçani se ju pyeta. Hapja e blindit, mos njoftimi i policisë. Atëherë, njoftimi i policisë është kryer. Është kryer? Është kryer njoftimi i policisë. Në çdo rast njoftohet salla operative. Milori thotë jo. Dhe nëse asaj i takojnë për ta hetuar dhe dokumentuar këtë ngjarje, prokurorisë së krimeve veterana që po punojnë dhe punojnë në qetësi absolute për dokumentimin e kësaj ngjarje. Treta vjedhja asgjë s'del. Unë po tregoj se lën gjurmë në momentin që përgjegjësi i shërbimit që kryen i principeve që kryen transferimin e vlerave monetare apo sendeve të çmuara, bën njoftimin e sallave operative dhe ngelet gjurmë. Njëkohësisht, salla operative që është e drejtorisë policisë qarkut, atij qarku që bën njoftimi, njofton sallën operative te komisariatit të policisë kufitare për kaq që është në Rinas, ka sallë operative. Dhe i merr masat duke ditur detyrat dhe përgjegjësitë e policisë. Kështu duhet të funksionojë thua ti. Kështu duhet të funksionojë dhe i merr masat. Ato që çfarë detyrash dhe përgjegjësie ka seksioni i rëndë dhe i sigurisë publike në komisariatin